Vllaznia e futbollit të femrave kaloi me sukses turin gjysmëfinal të Final Four duke eliminuar Apollonin me barazim 1-1 në ndeshjen e parë të luajtur në Fier dhe fitore në ndeshjen e kthimit kualifikohet në finale. Ndeshja e dytë e luajtur pas ditën së mërkurës në stadiumin Loro Buriçi të Shkodrës nisi më mirë për skuadrën kundërshtare ku Harmonika i kaloi në avantazh Apollonin me një penallti të akorduar në minutën e 5. Nuk vënon edhe pas 8 minutash Megi Doçi që barazon rezultatin me një super gol nga goditja e dënimit. Në pjesën e parë do të ketë edhe 2 gole të tjerë, fillimisht nga Edena Mustafa që shënon në minutën 26 për Vllaznin dhe 4 minuta nga mbyllja e kësaj pjese Harmonika barazon rezultatin në 2-2 me golin e dytë personal. Fal formulës së Final Four, Vllaznia kualifikohej në finale dhe me barazim, por në minutën e 71 shënon edhe golin e tretë me anë të Megi Doçit, i dyti personal për të, duke bërë që gjithë ndeshja të mbyllet me fitoren e Vllaznisë 3-2. Në këtë mënyrë Vllaznia fiton të drejtën e luajtjes në finalen e madhe për titullin kampion, ku do të përballet me Partizanin, i cili nga ana e tij eliminoi Gramshin në gjysmëfinale. Mendoj që ekipi e meritë plotësisht fitoren, megjithse ekipi bën një lojë të hapun, se vetë golet e shënuam edhe të psuam normalisht na gëzuan edhe më tepër sepse i dhan bukurinë ndeshjes, edhe pse kjo ndeshje ishte ndeshje shumë e rëndësishme. Mendoj që ekipi ka të vazhdimsinë e kampionatit sepse siç vjen me formulën klasike ekipi ishte kampion me 5 pikë para, kështu që edhe në Final Four mendoj që ekipi ka marrë këtë ritëm, sepse edhe në Fier bani mendoj që shumë mirë, pavarësisht barazimit në minutat e fundit. Ekipi Apollonisë meriton finalen, por shorti e vuni përballë ekipit tonë, që ishte një keqardhë në këtë aspekt. Kurse për sa i përket Gramshit me Partizanin, nuk e kam pa në ndeshjen e dytë, në ndeshjen e parë ashtu siç kanë thënë ka dominuar ekipi Partizanit, mendoj që ekipi Gramshit ishte një fluks sapuni për këtë sezon. Ajo tregon atë investimin e gabuar që investojnë pas strategji. Tentojnë me marrë ndeshjen në forma të ndryshme, kështu që Gramshi ishte Gramshi, më mirë me thënë, sepse nuk mendoj që Gramshi duhet të jetë më në ekip, sepse janë historinë të përsëritshme këto shpesh me futbollin e femrave që ndërtojnë ekipe për një sezon edhe nuk arrin asgjë. Do ta vlerësoj maksimalisht finalen, vlerësojmë edhe emrin e Partizanit normalisht sepse të vjen mirë që ka dalë një emër i madh i futbollit shqiptar. Kështu që respekt vlerësim për Partizanin, gjithsesi ne kemi objektivin tonë dhe është investimi për në dalë kampion. Unë jam i kënaqur me veprimet e vajzave në fushë, me lëvizjet që bane, me markimet punë kundërshtarit në luftë për topin e parë, pra në përgjithësi jam i kënaqur për vajzat. Por kemi vazhdon prep ai defekti jon që te pjesa finalizimit jena duke vuajtur shumë, sepse kemi shumë raste dhe shënojmë shumë pa gola dhe kjo na penalizon në rezultat. I vjen keqardhja që e vetë skuadra që nëna nga rasti vetë ka qenë vetëm Vllaznia. Dhe ne kemi humbur një ndeshje në tavolinë dhe për këtë jam shumë i mërzitur. Sepse skuadra e mi është një skuadër e vishës, një skuadër e re, po me lojtare shumë të mira dhe shumë të talentuara. Sot domethënë mendoj se pjesën e dytë Vllaznia e meriton fitore.